mund të jetosh 100 vjetë, po të mos kesh jetuar fare. Dhe Shpati me 40 e veta jetoj 3 fishin e jetës vetë. Mbi të gjitha, Shpati, si artist, të gjithë e dini, nuk kemi pse flasim për të arriturat e artit. Unë do ndalem në një virtyt që e ka shumë rrallë dikush. Një virtyt që ai nuk dalloj njëri, i bardh apo i zi, i kuq apo i verë, familjar apo jashtë familjes. Dhe Shpati ishte shumë njerëzor dhe jo xhelos. I vetmi artist mendoj që e kishte këtë virtyt që kur nuk e xhelozonte të arriturat e kolegëve të vetë. Dhe unë si hall, dhe ne si familje, dhe ju gjithë si kombë, do ta mbajmë mend Shpatin me këto virtyte. Zoti është përblef me gjithë të mirat. Unë mendoj se në këtë botë me ferra shumë, a i lindi një lule aq e bukur sa që ferrat nuk e duruan. Dhe prande iku. Dhe zoq të vdesin duke fluturuar. Dhe ky jetoj me një shpejtësi, me një zhurmë, dhe u largua nga kjo botë me një qetësi të shkurt. 40 vjet jetoj me zhurmë, dhe 5 minutat e fundit i kishte shumë të qeta. Dhe kjo është që duhet respektuar.